Vetëm pak minuta pasi Këshilli i Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian i tha po statusit të vendit kandidat për Shqipërinë, Kryeministri Edi Rama nga salla e hartave deklaroi se tashmë nis puna e qeverisë. Rama garantoi se për të ecur në rrugën drejt integrimit evropian, reforma në drejtësi do të jetë e dhimbshme, pasi do të godasë jo vetëm kriminalët, por edhe zyrtarët më të lartë që i kanë hapur rrugë krimit. Mandati ynë i 23 qershorit është një mandat për të goditur, nuk është një mandat për të justifikuar. Kemi mandatin e konsensusit kushtetues, 84 vota. Nuk mund do të më të turprohemi të gjithë ne së bashku në syt e botës dhe as mundet do të më të bëjmë se hirë se si gatet me çekiç lëshojnë gatet me armë dhe gatet me armë vrasin njerëz pasi paguajnë gatet me çekiç për të kthyer prapë të lirë rrugëve. Statusi i vendit kandidat është vetëm fillimi i një sfide të jashtëzakonshme që ne kemi përpara, por që jam e bindur që të gjithë bashkë do të shkojmë deri në fund drejt anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Ndër prioritetet e rëndësishme të qeverisë është edhe ajo e reformës territoriale, për të cilën shefi i ekzekutivit i ofroi edhe një herë opozitës tryezën e dialogut, por njëkohësisht theksoi se kjo reformë do të përmbyllet pasi shqiptarët nuk mund të presin më. Ne jemi të hapur të dëgjojmë për 5 variantet tona dhe nëse kanë një variant të 6 apo nëse kanë dhe 5 variante të tjera, jemi të hapur të diskutojmë. Shqiptarët nuk mund të presin më. Vetëm një gjë nuk mund t'ja japim opozitës që ne të rrim në vend numëro bashkë me opozitën. Opozita ka vendosur të rritë në vend numëro, është e drejta saj, 1-2. Ndërsa kërkoi kontributin e opozitës për të çuar më tej reformat, Rama për herë të dytë ka veçuar punën e ish ministres Bregu në procesin e statusit. Qysh në nisjen e fjalës së tij, shefi i ekzekutivit vlerësoi qëndrimin e liderëve të BE-s në këtë vendim, ndërsa veçoi kryeministrin italian Matteo Renzi, kancelaren gjermane Merkel, kryeministrin Cameron dhe Austrin. Një vlerësim për punën në këtë muaj i shkoi edhe kryeparlamentarit Ilir Meta dhe 5 anëtarëve të kabinetit qeveritar. Kryeministri në mbyllje të fjalës ka ironizuar koncertet e ish qeverisë Berisha. Kam pasur neveri kur kam parë qeverinë paraardhëse të organizoj koncerte për të shfrytzuar politikisht arritje të kësaj natyre. Kjo nuk do të ndodhë, Çilieta nuk do këndoj, do të ftojmë të gjithë ata që mendojmë se duhen ftuar, edhe Sali Berishën, për të qenë së bashku në një fest dinjitoze dhe modeste,